Çdo ditë që lind dielli mendojnë me bën veç vepra të mira në këtë tokë dhe jo vetëm që mendojnë, po edhe i veprojnë ato vepra të mira dhe i bëjnë ato vepra të mira, ti përgëzojmë ata sepse për ta ka shpërblim në këtë botë dhe në botën tjetër padyshim. Prandaj, ai burr ose ajo grua ose ajo femër ose ai mashkull që bën vepra të mira duke qenë besimtar në rrugën e Zotit, do të ketë një jetë të mirë, hayatën tayyiba, por dhe do të ketë edhe xhenetin padyshim si shpërblimin më madhor, si shpërblimin më kryesor, si gjën më primare dhe padyshim që Zoti do t'ja lehtësojë dhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Xheneti u takon besimtarëve. Xheneti u takon atyre që kanë heqë dorë nga gibeti përgojimi, thashë themet. Xheneti u takon atyre që çdo ditë bëjnë punë të mira. Xheneti u takon atyre që respektojnë nënë e babë, vëlla e motër, farefis, vatan, tokë. Si respektohet toka? Duke u mbjellur me pemë, me hurme, me dardha, me molla e kështu me radhë. Si respektohet toka? Duke mos e lënë tokën bjerrin, domethënë thatësinë. Si respektohet vendi ku ti jeton, që të mos bësh rrënim në tokën që ti hecën. Si respektohet familja dhe shoqëria, duke u sjellur mirë me ta, duke diskutuar mendime progresive dhe pozitive për zhvillim dhe implementim. Prandaj, të gjitha këto i bëjnë besimtarët, mu'minun, të cilët nuk i rëndojnë